Andaj kërkojmë burgim të përjashtë. Të akuzuarit nuk janë çdo herë fajtor dhe viktimat nuk janë çdo herë të pafajshme. Kem deklaru, domethënë nuk du më deklaru, du më ngoj. Qëndron pranë deklarimeve që i ke dhënë? Po. Pranë deklarimeve që i kena dhënë vendin e ngjarjes. Vendin e ngjarjes. Po ato të mëparshme, në gjykimin e mëparshëm edhe në fazën e Pranë gjitha që. pranë gjithë. Mirë. Në veprimet e të pandehurit përmbahen elementet e kryes vepra penale, për të cilat ngarkuar dhe i propozoj gjykatës që të pandehurit ta shpall fajtor për veprën e kryer dhe ta dënoj sipas ligjit. Se rasti ka ndodhur pranë një shkolle, në një zonë ka pasur lëvizje të qytetarëve, përfshirë fëmijët dhe kalimtarë të rastit, i cili me vërtimin e tij, pandehuri ka rrezikuar seriozisht edhe jetën të shumë personave të tjerë të pafajshëm. Andaj kërkojmë nga gjykata, sipas kërkesës së familjarëve të dëmtuar, të shkojnë një dënim maksimal për të pandehurin dhe atë burgim të përjashtë. Të akuzuarit nuk janë çdo herë fajtor dhe viktimat nuk janë çdo herë të pafajshme. Aktakuzat fillon aty ku ka përfunduar ngjarja. Me këtë konstatim, sepse në datën 29/10/2023, rreth orës 15:50 minuta në Vushtrri, në udhkryqjen e rrugës Mehmet Konjuhi, në rrugën Raef Galica dhe Zahir Pajaziti, me qëllim të pryvimin nga jeta personit tjetër i pandehur Jetmir Sinani, me përdorimin e armës të zjarrit A47, ka privuar nga jeta të ndjerin fatës Lelitan. Akuza nuk thot i nderuar gjyqtar se Jetmiri ditën kritike ka qenë sulmuar dhe ndaj tij është tënë me armë, sigurisht për të vrarë. Akuza nuk thot se njëti ka qenë i rrohur. Akuza nuk thot se Jetmiri ka posë vendime të shumta në kokë. Akuza nuk thot se nga ky sulm Jetmiri i shtyrë është i hundës. Pastaj akuza nuk thot se këtu kemi të bëjmë me dy episode të njëjtës ngjarje. Akuza nuk thot kush prej nga erdhi, sa ishin ata që erdhën, me çka erdhën, çka kishin në përduar. Akuza nuk thot se kënd e sulmuan. Akuza nuk thot kush ishin këta sulmues. Akuza nuk thot ku ishin dhe kush ishin të sulmuarit. Akuza nuk thot cila palë kishte motiv për sulm, e shumë të vërteta.